Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me vaj ulliri dhe kamomil që i ka habitur edhe mjekët me efektin që ka. Kamomili është një bime e cila që në lashtësi është përdorur për të kuruar sëmundjet nga më të ndryshmet. Vetit e saj janë të shumta, duke nisur që nga problemet e lëkurës deri te pastrimi i enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mund të parandalojë rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin dhe lehtësimin e komplikacioneve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues ose për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë video, sipas health.com, do ju sillim një recetë me 2 përbërës që mund të gjenden fare lehtë në shtëpinë tuaj. Vaji me lule kamomili ndihmon të gjithë sistemin kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga ngurtësimet e qelizave të gjakut dhe përshpejton procesin e oksigjenimit të tij. Po si të përgatisni vajin me lule kamomili? Për këtë recetë mund të përdorni lule kamomili të thata. Mund t'i blini në farmacitë bimore ose t'i përdorni kamomilin e freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lule nga pjesë të tjera të bimës. Në një kavanos të madh qelçi, hidhni gjysmë litri vaj ulliri ekstra të virgjër dhe më pas shtoni rreth 3 deri në 4 lugë të plota me gjethe lule kamomili. Në ndihmë me një lugë përzieni përbërjen në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Më pas e mbyllni kavanosin me kapak dhe duhet ta vendosni në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë në këtë mënyrë. Lulet dhe kamomili do të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre te vaji i ullirit. Por si ta ruani dhe ta konsumoni vajin me lule kamomili? Pasi të kenë kaluar 2 javë, kulloni lulet e kamomilit dhe vajin e hidhni në një enë tjetër prej qelçi. Këtë përbërje e ruani në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumoni një lugë gjelle esëll në mëngjes, të vazhdohet kështu derisa të ketë mbaruar e gjithë përbërja dhe sipas nevojës ta përdorni vazhdimisht. Kamomili është një lule e vyer, historia e të cilës buron që nga qytetërimet e lashta. Ajo është zbuluar edhe me përmbajtjen e lartë që besohet se sjell përfitime të mira për organizmin. Përgjatë historisë së njerëzimit, kamomili është përdorur dhe vazhdon të përdoret për mbi 100 probleme shëndetësore. Shumë njerëz preferojnë të harisin vetë kamomilin në shtëpi ose edhe në kopshtin e tyre. Arsyeja nuk ka të bëjë vetëm me bukurinë e luleve, por edhe me faktin se kjo bimë ka aftësinë të qetësojë nervat. Sipas të dhënave, 2 llojet më të përdorura të kamomilit janë ai romak dhe ai gjerman. Kamomili romak rritet në shumë vende dhe për shumë vite ka një prodhim të ulët, ndërsa ai gjerman ka një prodhimtari të lartë dhe konsiderohet gjithashtu edhe një bimë vjetore. Kështu mund të ofrojë edhe vlera të larta për organizmin. Kamomili është përdorur si laç tradicional prej mijëra vitesh në qetësimin e ankthit, në qetësimin e dhimbjeve të barkut e të tjera. Ai konsiderohet si një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura, duke treguar nga studimet se kamomili i përdorur në kombinim me bimë të tjera mund të ketë përfitime të larta për shëndetin. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet se cilat përfitime vijnë nga secila bimë. Por është parë se kamomili i përdorur me ilaçe të tjera bimore ka lehtësime qetësuese për stomakun, për urthin, të përzira dhe të vjellat. Përzierjet me kamomil duket se ndihmojnë edhe të vegjëlit kundër dhimbjeve të barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë problemet në gojë të shkaktuar nga trajtimet. Disa ulëntime tregojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në raste të tjera, si për shembull kur bëhet fjala për diarren, hemoroide dhe probleme të ankthit dhe pagjumësisë. Kur përdoret në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë në qetësimin e acarimeve të lëkurës dhe në lehtësimin e problemeve. Disa studime kanë dokumentuar se ai mund të jetë aq efektiv sa kremi që përdoret për ekzema. Ekspertët këshillojnë që kamomili dhe lulet e tij mund të përgatitet edhe në formën e çajit, dhe vlerat që do t'i ofrojnë organizmit duhet të jenë vërtet të larta. Megjithatë, nëse vuani nga problemet e caktuara shëndetësore dhe jeni duke marrë medikamente të
këshillojeni më parë me mjekun tuaj është të çelësi për një organizëm më të mirë. Për përdorimet e jashtme, ai rekomandohet kundër problemeve të lëkurës, sindromës, ekzemave dhe largimit të skuqeve të syve. Gjithashtu ai stabilizon zorët në rast diarreje dhe përdoret në rast të irritimeve dhe infeksioneve të rrugëve urinare. Për të mos folur këtu edhe për qetësimin e madh që ofron edhe për sistemin tuaj imunitar. Nëse doni që të përfitoni më shumë nga kjo bimë, duhet ta përdorni atë. Por gjithashtu në këtë video, sipas saj, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj bime. Ajo qetëson sistemin nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesi shkencor të Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelin e ankthit të personat e prekur prej tij. Ai qetëson edhe aparatin tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe lehtëson simptomat e zorrës së irrituar. Edhe pse duhen studime të tjera që ta konfirmojnë në fakt, kamomili vlerësohet si bima që vepron kundër aciditetit të stomakut. Disa persona mund të mos e pëlqejnë kamomilin në formën e çajit, ndaj edhe mund ta konsumojnë në lule dhe sallata. Kamomili përdoret edhe në produkte të ndryshme kozmetike. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokëve është edhe kamomili. Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës, çfarë shpjegon në disa shampo përfshirje në mesin e përbërësve të produkteve të tjerë për të rritur reflekset e bjondeve të flokëve. Ai redukton irritimet e lëkurës. Për përdorimet të jashtme, ai rekomandohet kundër problemet me lëkurën, sidomos ekzema dhe largimin e skuqeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është shumë efikase kundër këtyre problemeve dhe kjo shpjegon faktin që përdoret gjithësisht në produkte kozmetike. Ai redukton problemet me ciklin. Vetit e kamomilit janë të shumta mirë, po veçanërisht sa u takon femrave, duke se u vjen në ndihmë më së shumti. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegohet se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual dhe inflamacionit. Ai mund të ndihmojë në luftimin kundër radikaleve të lira. Kohët e fundit, disa studime evidentojnë vetitë antisëmundje të kamomilit. Studimet tregojnë efektet pozitive të kamomilit në ndalimin e rritjeve të qelizave të dëmshme, duke vepruar si një trajtim natyror kundër radikaleve të lira. Bllokimi i rritjeve të qelizave të dëmshme besohet jetë shkaku i antioksidantëve të kamomilit, të quajtur apigenin, të cilat janë përbërës bioaktiv që duket se ndihmojnë në luftimin kundër problemeve të lëkurës, prostatës, gjirit dhe problemeve të ndryshme vezore. Ajo është një produkt shumë i mirë kundër inflamacionit dhe bllokimit të rrufës. Siç e dini, kamomili mund të cilësohet si një nga bimët më të mira çuditëbërëse, të cilat mund të sjellin lehtësime të mira kur bëhet fjala për shqetësimet e rrufës dhe gjithashtu problemet të imunitetit të dobët që vijnë për shkak të luhatjeve të ndryshme të temperaturave. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjidhje e mirë kur jeni të sëmurë dhe doni të mendoni të mbani larg infeksionet nga i ftohti, gripi ose problemet e sinusit. Studimet tregojnë se vlimi i ekstrakteve të kamomilit është i dobishëm në simptomat e zakonshme të ftohjes. Disa njerëz madje bëjnë gargar me çajin e kamomilit për të luftuar inflamacionin dhe mukozat brenda gojës dhe fytit. Me këto përdorime të gjëra të tij do ta bëni edhe një ndihmë të mirë kundër pagjumësisë. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që japin bimëve ngjyrën me bollëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë në trupin të luftojnë në toksinat. Ai është i mirë kundër problemeve menstruale dhe është një zgjidhje shumë e mirë kundër shqetësimeve të ankthit. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.